Alba Alishani ka eros në televizionin që ti bën, në pyetjet që ti bën, brenda pyetjeve që ti bën, në mënyrën si ti artikulon pyetjet dhe si komunikon me kamerën? Them se jo. Pse? Them se jo, dhe kjo është barikada që unë kam ndërtuar me ndërgjegje, dhe nuk kam dashur kurrë që etiketat e mia të jenë ato. Nëse ajo ka shkuar natyramisht dhe instinktivisht, unë nuk di ta them. Dhe qëllimet e mia nuk ka qenë. Është instinkt, vjen natyramalisht, nuk e komandojmë, nuk e kuptoj qartë, sigurisht që e kuptoj, por kam përshtypje se ka një lloj autokontrolli njeriu për ta përçuar ose jo për aq sa mund. Se ka gjëra që janë pa kontrollueshme dhe instinktive në marrëdhënie ndërnjerëzore. Sa më takon mua dhe autokontrollit, jam munduar që të shkoj përtej kësaj dhe të reduktoj gjithçka që mund të jetë interpretueshme. Qartë. Mund të më thuash një emër shumë të mirë të një gruaje, jo gratë që drejtojnë emision politike, Kuptoj. por si paneliste dhe opinioniste të aktualitetit politikës shqiptare, analiste, që e bën mirë këtë punë? Kë do të veçonit jo? Në rreshtin e analistëve, një grua që ti e Shqipëria fton ka dhe ta pak. analizon mirë politikën. Shqipëria ka pak, por unë kujtoj një zonjë Që është? shumë të nderuar profesionalisht dhe njerëzisht, e cila nuk është më në mesin ton, ka qenë Edlira Gjoni, e cila është larguar jashtë Shqipërisë në momentet që ne flasim, dhe ajo është një kontribut dhe një aset i munguar në studio tonë. Unë kam pasur një kënaqësi të jashtëzakonshme kur kisha interaktivitet intelektual me Edlirën, sepse ka njerëz që intelektualisht të japen satisfaksion. Dhe Edlira futej në atë listë për mua dhe ishte nga të rrallat. Ndiheshe mirë kur kishe bashkëbisedim, kur kishe dialog, kur bëje një analizë, kemi komentuar ngjarje maratonike në kohë shumë të vështira tërmeti dhe pandemie bashk, edhe në suazat e politikë bërës, sepse ishte profesionalizuar në të drejtim, dhe të jep të kënaqësi edhe si bashkëbiseduese në studio, se ti e di, ka njerëz që nuk ta përçojnë këtë energji kur i ke përballë kështu si ti mua sot. Me atë ndodhte dhe mendoj që e përçonte edhe te publiku shumë mirë.